T'jo lexoj pak të mesazhin e marrë nga zona Mysëqes. Si jeni Erion Braçë? Nuk e di nëse është realisht ky numri juaj. Jemi fermer nga zona e Bugullimës. Kompania e qumshit Lufra po na shkatron. Deri dje kishte skemën gjoja njerëzit i hidhin ujë me gjas qumshit. Çmimin e uli fare, por tani kanë nxjerr gjoja dhe aflatoksin dhe po kërkon të na përzër fare. Ku të vemi ne? Ku t'i çojmë lopët? Ku dreqin të mbytemi? Pse nuk reagon Ministri i Bujqësisë? Edhe tjerë. Po ndodhi gjë që praktikisht unë e kisha paralajmëruar. Skema e tatimit mbi vlerën e shtuar. Patjetër që favorizon importin. Dhe për këtë u bë debati në fund të vitit që shkoi, edhe në nëntor, edhe në dhjetor, po kur nuk kupton, nuk kupton. E dyta gjë që është po kaq e rëndësishme, ishte ai aksioni kundër informalitetit me qëllim rritjen e sigurisë ushqimore, e që ishte instrumenti i kërkuar nga këto fabrikat e mëdhaja për të goditur elementin e mesëm në treg, që ishin baxhot. Rënimi i baxhove, siç e pata lajmëruar, ka lënë në treg vetëm dy faktorë. Bujkun, plektorin në këtë rast, siç kjo goca, këtu që më shkruan mua, dhe plot të tjera si puna e saj, doja u tregoj mesazhet një për një, dhe fabrikave. Tani, pas rënimit të baxhove totalisht, bujku nuk ka ku e çon më qumshin, ose tek fabrika, dhe me çmimin që do fabrika, ose asgjë kundi tjetër. Urdhroni, kjo po ndodh. Pra tani po i thonë që e keni qumshin me aflatoksin. Ku ta çojnë ata? Ku ta çojnë ata? Po mirë, po fabrikat si prodhon. Me gjas, ka gjetur lëng diku tjetër. Se Shqipëria, për shkak të lagështirës, duhet jetë do e mos me aflatoksin. Cili mbetet burimi? Importi. Importi i favorizuar edhe nga kursi i monedhës, i favorizuar edhe nga tatimi mbi vlerën e shtuar, i këtyre magjistarëve të financave publike shqiptare që nuk kuptojnë kur dhe s'kan për të kuptuar kur ndonjëherë, se kur nuk e kanë ulur me nderen atje tek stalla e lopëve, ku këta njerëz kanë ndërtuar jetën e tyre. Kaq e thjeshtë. Mirëmbroma, e nisëm emisionin alert të kësaj të premtje me këtë video të deputetit Erion Braçë, e publikuar prej tij para afro një jave, 4-5 ditësh në rrjetet e tij sociale, deputeti i Partisë Socialiste, i cili ngrinte një shqetësim për disa blegtor, për një blegtor në fakt, siç e kishte shkruar, për një kompani për punimi qumshti, konkretisht Lufra, por ky emision nuk është për Lufrën, është për industrinë e përpunimit qumshtit, është për konsum, për produktin final që vjen te ne konsumatorët, për blegtorët, prodhuesit dhe sigurisht edhe gjithë problematikat e tyre, e po ashtu edhe për detyrat e përgjegjësitë e institucioneve publike për të garantuar gjithë zinxhirin e sigurisë ushqimore, pra që çdo hallkë e zinxhirit të funksionojë dhe mos ketë situata të tilla. Sigurisht një video interesante kur dëgjon, e cila i dha një ushqim apo informacion mediave masivisht për të kryqëzuar një kompani, por që kur nuk u tha lajmi, as për lajmi i vërtet në fakt, as nga mediat, as nga deputeti Braçë. Një deputet që ka disa mandate, legjislatura në Kuvendin e Shqipërisë, që flet për hedh dyshime me shumë të drejtë, patjetër, por që du thotë e cila është zgjidhja, ose më saktë du ta shtronte edhe pyetjen ndër të tjera, që a duhet që fabrikat e përpunimit qumshtit të fusin produkt, pra qumësht lëndëpar me aflatoksin në fabrikat e tyre për përpunim, du ta shtronte edhe këtë pyetje. Megjithatë nuk e shtroj, do ta diskutojmë sot se çfarë duhet të ndodhë në të gjithë zinxhirin, jo vetëm për. Sigurisht zoti Braçë është një ndër ata deputetët aktiv, absolutisht, me gjithë konsideratën për te, i cili lufton për fermerët, për blegtorët, për zonat ku ai është votuar në përgjithësi dhe të paktën në zonën ku ai është votuar, por në tërësisht në Mysëqe,
në përgjithësi e kanë zemër herionin. Blegtorët dhe fermerët e duan fort dhe me të drejtë, sepse është një zë i fort për ata, por rasti konkret video e tij ose pyetjet e tij nuk janë të duhurat në gjykimin tim, sepse duhet të shtronte edhe pyetje nëse konsumatorët do të marrin qumësht apo produkte qumshti të sigurta nëse do të fusin në fabrikat e tyre qumësht me aflatoksin. Njëkohësisht duhet shtronte edhe pyetjen se pse del qumshi me aflatoksin, kush është problemi, cili është problemi i fermerëve, edhe sepse duke qenë se historia vazhdoi shumë ditë edhe në media fermerët ankohen për çmimin e tjera, cila është mundësia e zgjidhjes, si mund të lobojë ai me Ministrinë e Financave, me kryetarin e Këshillit Ministrave, me kryeministrin, me Ministrinë e Bujqësisë, që fermerët marrin subvencione më të larta dhe qumshti i importit në rast se kjo është arsyeja të mos jetë konkurrent në çmim. Pra, disa problematika të cilat zoti Braçe nuk i ngriti, megjithatë ky emision nuk është bërë për zotin Braçe absolutisht, por për konsumatorët në tërësi, edhe për dy palët, pra që janë prodhues dhe përpunues në këtë rast.